Mbi 600 arkitekt, urbanist, zhvillues dhe profesionistë të njohur u mblodhën në kryeqytet në edicionin e dytë të festivalit ndërkombëtar Bukë e Zemër. Aktiviteti unik solli sërish por dhe për herë të parë personalitetet fushës nga Europa, Azia, Amerika e Veriut dhe Amerika Latine në platformën për shkëmbimin e eksperiencave, diskutimin e sfidave të zhvillimit urban dhe social, si dhe për formulimin e ideve e politikave në mbështetje të transformimit mëtejshëm të Shqipërisë. Kryeministri Rama theksoi rolin e arkitekturës si një instrument për te ndërtimit të objekteve fizike. Ajo çfarë më duket e jashtëzakonshme sot, edhe më shumë se sa vitin e kaluar, nuk është se kemi një numër më të madh arkitektësh, profesionistësh që vijnë në këtë festival, por ka të bëjë me faktin se këtu nuk kemi vetëm ca arkitektë të mëdhej. I kemi edhe ata, por arkitektë që vijnë nga të gjitha anët, nga Europa në Kinë, nga SBA në Amerikën Latine dhe është nder i madh për mua, që kam sot këtu diket që edhe në ëndrat e mia më të çmendura, nuk mendoja dot se do ta shija të vinte këtu, thjesht për të ndëruar diçka që po bëjmë me arkitektë të tjerë. Santiago Calatrava është po kështu një përullësi shumë e madhe që të pres Pierre nga Herzog ende me Oron, një zhvillues solli këtu Pierin. Mes faktorëve të konsideruar të rëndësishëm në një platformë të tillë, kreu i ekzekutivit shqiptar ka bërë transparent mekanizmin e tërheqjes së figurave të larta të arkitekturës përmes kërkesave të zhvilluesve në vend. Është diçka që ka të bëjë me të punuar me ta, por edhe me zbutin e tyre ti përdorësh ata, por gjithashtu edhe të jenë në vendet ku duhet të përdoren, si duhen dhe në mes të kësaj natyra. Kryeministri Rama adresoi në fjalën e tij dhe raportet e politikës ekzekutive me vizionin ndërtues për vendin. Sigurisht që kjo natyrisht nuk i kundërvihet nderit të madh që ti merr nga njerëzit që të votojnë e të sjellin këtu, sepse të japin privilegjin ti bësh gjërat realitet, të ndryshosh realitetin. Politika kur përdoret në mënyrën e duhur, është e jashtëzakonshme.